Edhe pse zyrtarisht mbrohet si park kombëtar, realiteti në terrenin e Malit Shar flet për një katastrofë mjedisore. Pamjet në afërsi të fshatit Brodec janë dëshmi e një neglizhence totale, divane të vjetra, mbeturina shtëpiake dhe materialet të ngurta ndërtimore kanë pushtuar shtratin e lumit Shkumbin. Edhe pse kryetari komunës së Tetovës Bilal Kasami pranon situatën alarmante, ai thekson se aksionet e thjeshta nuk mjaftojnë përballë kësaj ndotjeje masive. Jemi këtu për të bërë pastrimin e kësaj zone nga mbeturinat. Edhe vetë nga pamjet në teren nuk konstatua se ka nevojë për një intervenim më serios dhe për veprime në drejtim që edhe kjo zonë dal nga dal të rikthehet bukurisë që ka falë Perëndia dhe që qytetarët dhe banorët e zonës të mund që mbetjet edhe komunale edhe inerte ti menaxhojnë edhe ti hedhin aty ku duhet dhe jo në çdo vend dhe me shka edhe ndotet ambienti. Nga ana tjetër, reagimi i drejtorisë së parkut kombëtar Mali Shar duket i pafuqishëm. Drejtori Efzal Elmazi konfirmon se nuk është shqiptuar asnjë dënim, duke arsyetuar këtë me mungesën e alternativave për banorët, një qëndrim ky që praktikisht lë fushë të lirë për ndotësit. Është një problem që kërkon një zgjidhje, çdo herë kam thonë, një zgjidhje afatgjate, se nuk është qëllimi tash të fillojmë me dënime. Bëhet fjalë për 27 vendbanime në territor të parkut dhe sidomos fshatrat e Malësisë ballafaqohen me probleme të kësaj natyre. Pra do të jemi në të ardhmen komunikim edhe me komunën e Tetovës, po ashtu edhe me Ministrinë e Mjedisit që të gjendet një zgjidhje afatgjate, sepse nuk është qëllimi tash të pasrohet pas një muaji prapë të njëjta të mbushur. Mendoj se dënimet nuk besoj se do të kenë rezultate dënimet. Nëse nuk gjendet një alternativë për ta qytetarët, ku ti hudhin ato mbeturina. Të gjitha vendbanimet malore grumbullohen rregullisht mbeturinat komunale. Për fat të keq, ka disa lokacione të cilat janë nga vitet paraprake, janë lokacione jo standarde. Ne në vazhdimsi si Zaubermaher grumbullojmë mbeturinat komunale në vendbanimet malore. Mungesa e një deponie zyrtare për materiale të ngurta në Tetovë dhe komunat përreth ka krijuar një situatë ku banorët dhe kompanitë private në mungesë të alternativave zgjedhin të asgjësojnë mbetjet e tyre direkt në natyrë apo në rrjedhën e lumit Shkumbin. Kjo plogështi institucionale po e zhndëron njërën nga zonat më të bukura malore në një deponi gjigante në qiell të hapur. Ndryshe në këtë aktivitet pastrimi morën pjesë zëvendës ambasadori i Austrisë në Maqedoni, përfaqësues të Vikendit Gjeneral, kompanisë Zaubermaher, njësiti i ARMV, institucioni publik parku kombëtar Mali Shar, NPK dhe banorët e fshatit Brodec.